Fridri Eber, do diskutojmë për takimet e sotme të thirrura nga presidentja Osmani, e cilat deri në këto momente kanë përfunduar me liderët e 3 partive më të mëdha opozitare, ndërkohë nesër do të vazhdojnë me komunitetet, do të flasim për ato se çfarë u tha pas këtyre takimeve dhe a mund të presim zgjidhje nga ky ngërsh politik përmes këtyre përpjekjeve të presidentes Osmani. Atëherë, Egzon, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë Egzon që je sot këtu me ne. Egzoni, po pak a shumë deklarimet e liderëve pas këtij takimi, gjithë dukeshin që ishin të gatshëm përmes deklaratave tyre që ta zgjidhin bllokadën, por në qëndrime të njëjta, apo si po i shete? Po deklarimi nuk ka pas diçka të re, po më është një farë simfonie e njëjtë prej kur kanë përfunduar zgjedhjet dhe prej kur ka filluar në fakt mbajtja e seancës konstitutive, nëse shohim dhe analizojmë fakt deklaratat e përfaqësuesve ose liderëve kryesorë partive politike, pra i thonë njëjtën përmbajtje, përveç me fjalë ndryshme, duke ndryshuar pak strukturën e fjalive, ndërsa kur vije puna të ndërmarrë ndonjë hapi praktik, pra drejt për afrimin të qëndrimit ose gjetjes së një zgjidhje, atëherë këtu nuk ka ndonjë risi. Duke filluar nga lideri i partisë më të madhe fituese dhe pastaj liderët e tjerë, po të gjithë janë barikaduar në qëndrimet e tyre, e që nuk po duket se do të ketë ndonjë zgjidhje. Na e pam edhe reagimet dhe qëndrimet e tyre në raport me aktvendimin e gjykatës kushtetuese, pra ishin interpretime të ndryshme për të njëjtin aktgjykim dhe nuk dukej ose nuk po shihet ndonjë sinjal që ka ndonjë, si më thon, lëvizje drejt të paktën me tentu me gjetë ndonjë zgjidhje për me konstituu kuvendin. Tash na kemi përfunduar të diskutuar për të njëjtën temë tash sa kohë dhe vërtet gjërat janë shumë thjeshta, nuk ka ndonjë komplikim as ligjor, as juridik përgjithësi, është komplet blokad politike për të kalimin të cilës vyen dhe duhet vullneti. Këtë e tha dhe gjykata kushtetuese mes rreshtave në aktgjykimin e saj, pra duhet të ketë vullnet politik dhe duhet që të zgjedhjet e popullit të thrasin ndërgjegjësit e tyre, për shkak se janë përfaqësues, janë të zgjedhur, pra nuk janë thjesht individ, po përfaqësojnë diçka dhe kanë marrë një besim pra nga qytetarët se duhet ta çojnë deri në fund. Dhe ky besim ka bazë në kushtetutë dhe përgjegjësitë e tyre së bashku me privilegjet pra janë të bazuara në kushtetutë. Mandati i deputetit nuk është thjesht privilegj, është detyrë, është përkushtim, është, si më thon, dedikim ndaj frymës demokratike, ndaj forcimit të demokracisë dhe ndaj funksionimit të institucioneve, gjë se nuk e kemi pa në këtë javë të fundit. Po, megjithatë, Egzon, tani kur i shohim gjitha këto qëndrimet e partive politike, apo duket që gjitha partive, gjithë deputetëve po u konvenon kjo blokadë dhe pastaj të gjitha e bartin barën e kësaj blokadës krizës politike në vend ajo? Po nëse shohim për deklarimeve të tyre, pra ne kemi pas sinjale që asnjëra palë nuk ka shumicën parlamentare për me themelu institucionet, veçanërisht kur vije fjalat e formimit të qeverisë. Në fakt këtu ndoshta është një qendrim pak më ndryshe i liderit të partisë së parë, zotit Kurti, i cili ka theksuar që kur të fillojnë të rrjedhën afatit, atëherë ai do ta themelojë qeverinë, duke lënë nuk kuptohet se pra mund të ketë një marrëveshje pas konstituimit të kuvendit, por jo përpara konstituimit të kuvendit për të krijuar një shumicë parlamentare, gjë që pak duket ndoshta edhe e pa kuptim, për shkak se kjo shumicë parlamentare do duhet të krijohej para konstituimit të kuvendit në mënyrë që me ndihmu ose me lehtësu procesin e konstituimit të kuvendit. Megjithatë këtu duhet të theksohet që janë dy procese ndara, pra konstituimi i kuvendit dhe themelimi i qeverisë, jo domosdoshmërisht duhet të jenë të ndërlidhura njëra me tjetrën, ndërsa tek partitë opozitare kemi pas vazhdimisht pra deklarata që nuk kanë shumicën e nevojshme për me themelu qeverinë, prandaj edhe duket se janë barikaduar në këto pozicione për shkak se nuk shohin ndonjë përfitim ose ndonjë benefit për te konstituimit të kuvendit. Dhe mendoj që ky është sinjali më negativ që mundet me përçuar publik, për shkak se po tregohet pra që gjitha kalkulimet janë interesa të ngushta politike dhe nuk po si më thon, ushtrojnë rolin dhe detyrën e tyre kryesore, pra që është në shërbim të Republikës tonë. Ne mos harrojmë që edhe në aktgjykimin e vitit 2015, edhe në këtë të fundit të gjykatës kushtetuese që referohet aktgjykimit paraprak, pra nënvizohet qartë se është detyrë dhe obligime deputetëve që të marrin pjesë në seancën konstitutive, të votojnë në 3 mënyrat për kundër ose abstenim në të mirë të shtetit. Edhe kjo ndoshta është e klauzura ose ajo fjalia, pjesa e fjalisë, pra që është kyçën këtë aktgjykim për mua, çka është më e mira për shtetin dhe në secilën rrethon më e mira ose
më e domosdoshme për shtetin është konstituimi i kuvendit, themelimi i institucioneve, pasi që pa institucione nuk mund të funksionojë shteti përgjithësi si aparat. Mandej pa hyrë në detaje tjera për pasojat që ne mund t'i kemi si shtet, pra për shkak të mungesës së institucioneve, për shkak të mungesës së ratifikimit të disa marrëveshjeve ndërkombëtare që po presin kuvend. Këto mandej veç janë, si më thon, pasojë dytësore e mos funksionimit të institucioneve. Po, dhe duke ditur që ky akt gjykimi tani i fundit të gjykatës kushtetuese kërkon partia në një farë formë obligon partinë fituese që të bëjë një lloj kompromisi, apo duket që kurti deri më tani ka ofruar kompromis për ta zgjidhur këtë situatën, sepse gjatë gjithë kohës thotë që është i gatshëm, tha edhe sot që është i gatshëm bashkëpunoj të ofroj kompromis, por në anën tjetër opozita i thotë kryenesh dhe thotë që nuk është i gatshëm ta bëjë këtë. Tani si po e lexojmë këtë akt gjykimin e gjykatës kushtetuese? A janë duke e lexuar gabimisht dhe apo bën përpjekje mjaftueshëm serioze kurti për të dalë nga ky ngërç? Fakt, akt gjykimi i gjykatës kushtetuese ishte kështu pak më shumë ndoshta një farë leksione si ligjërate morale drejtuar këtyre partive politike për me tregu pak a shumë se si funksionon demokracia, si janë normat, fakt dhe vlerat demokratike, të cilat nuk reduktohen vetëm në procedura, por shkojnë përtej saj, për shkak se ajo që po ndodh në skenën tonë politike, pra është bllokim procedural, për shkak të drejtës ekskluzive, pra që ka partia e parë ose partia fituese e zgjedhjeve për me propozu kandidatin për kryetar të kuvendit. Dhe në këtë drejtim, si hapi i parë, normalisht që partia e parë e dalin nga zgjedhjet ose fituese relative zgjedhjeve ka përgjegjësinë kryesore pra për propozimin e emrit të kandidatit dhe për sigurimin e shumicës parlamentare. Ne kemi pasur që nuk ka marrëveshje për me siguru shumicë parlamentare, pavarësisht që ka pas disa tentativa, pra nuk është që nuk ka pas tentativa nga partia e parë, por që këto tentativa pra kanë qenë jo të suksesshme dhe kemi përfunduar një cikël pra që nuk po përfundon, në të cilin po dihen pozicionet të partive politike, asnjëra prej partive politike nuk është në gjendje me bërë një hap tutje, dhe në të dy anët pra është po përdoret argumenti i njëjtë që nuk mund të imponohet një kandidat i tillë, dhe kjo është në fakt pak edhe problematike për shkak se normalisht edhe propozimi i emrit të kandidatit për kryetar të kuvendit, por edhe votimi duhet të bëhet përmes një dialogu, pra nuk duhet të ketë imponimin nga asnjëra anë, qoftë nga ana e partisë fituese, pra që tenton të shtyjë ndoshta vetëm një emër të përvetshëm, apo partitë që kanë dalë humse të zgjedhjeve, të cilat domosdoshmërisht pra si më thon përdorin veto ose refuzojnë kategorikisht çfarë do emri të përvetshëm. Është qasja e njëjtë pra që po përdor për dy palëve për me mbajtë këtë blokadë. Unë në fakt nuk jam i sigurt që përfiton dikush për kësaj blokade, as parti politike në opozitë deri djeshme, as partia në pushtet, për shkak se kjo na fat gjatë pra që një mesazh shumë të keq të publikut që na vetë kemi pa gjatë javës të kaluara, pra ka një irritim të publikut në raport me sjelljen e partive politike në përgjithësi, dhe unë nuk mendoj që kurdo që do të mbahen zgjedhjet të ardhshme, edhe nëse do të jenë si rezultat i kësaj krize, pra do të ketë rezultat më të mirë. Pra kriza shumë lehtë mund të thellohet edhe nëse kemi zgjedhje të reja, prandaj është rëndësishme që partitë politike në fakt të e marrin dhe e pranojnë këtë leksionin që po them të gjykatës kushtetuese, pra që demokracia kërkon kompromis, demokracia është përtej procedurës, demokracia është vetdije politike dhe është, si më thon, vullnet politik në shërbim të më të mirës të interesit përgjithshëm të shtetit. Dhe në këtë moment nuk ka interes më madhor se sa themelimi i institucioneve, për shkak se është hapi bazik dhe janë mjeti kryesor i ushtrimit të demokracisë në vend. Nesër do të ketë një seancë të radhës, e treta nëse mund të themi pas këtij gjykimit të gjykatës kushtetuese. Tani kush po vepron në kundërshtim me kushtetuesen? Partitë që nuk po marrin pjesë në këtë votim ashtu siç po thotë vendosja, apo siç po thotë opozita që nuk do ta votojë këtë komisionin e fshehtë sepse është kundër kushtetues, sepse kanë krijuar paqartësi të mëdha në opinion duke lexuar ashtu siç tha edhe ti secila për interesat të vet këtë gjykimin e gjykatës kushtetuese. Po, edhe dhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese nuk ka qenë shumë i prerë dhe shumë eksplicit në fakt në këtë citat, pavarësisht që pyetja që është drejtuar ka pas bëj më shumë ndoshta me këtë çështje në votimin e shprehur. Që nuk është përgjigjur apo jo drejt për së drejtë pyetjeve të cilat janë bërë gjykatës kushtetuese në këtë rast. Po, për shkak se është pak më, si më thon, është pak më problematike. Pra, parimisht votimi i fshehur është është i pranuar dhe i shprehur edhe në kushtetutën tonë, pra deputetët mund të votojnë në mënyrë të hapur, në mënyrë të shprehur. Në fakt këtë edhe e ka thënë gjykata kushtetuese me një akt vendim më të vjetër të cilët i referohet këtë akt vendimin e fundit, dhe nuk është pra nuk përbën shkelje kushtetuese votimi i fshehur përse.
dilemat kanë qenë pra të hapat procedural ose si me thonë, të mënyra se si po tentohet në fakt të ndryshohet mënyra votimit. Po i referohen vazhdimisht rregullorës së Kuvendit edhe gjykat edhe kushtetutës në fakt që e përcaktojnë pak a shumë se si duhet të jetë rendi i ditës së një seance konstitutive. Megjithatë ne kemi pa që në rrethonat aktuale pra ka një blokad përmes cilës nuk po mund të lëvizim. Dhe unë gjithmonë po i referohem atij pasazhit pra që deputetët duhet të votojnë edhe duhet të bëjnë zgjedhjen e tyre në raport me atë se çka është më e mira për shtetin dhe unë mendoj që nuk ka asgjë më të rëndësishme dhe më etike, më bazike për Republikën tonë se sa themelimi i institucioneve. Dhe mandej këtu mund të kontestohen në hapat e mëvonshme. Unë nuk mendoj që ka nevojë për ndërhyrje të radhës të gjykatës kushtetuese, pra gjërat janë të qarta. Presidentja nuk e ka përjashtuar mundësinë që të drejtohet gjykatës kushtetuese përsëri. A konsideron që ka më çështje që mund të ngrisë presidentja pas këtij gjykimi në kushtetuese ajo? Po, në nuk e besoj. I vetmi element është që ka qenë pak i paqartë se ka qenë dy kuptimsor dhe ka pas nevojë që gjykata kushtetuese me sqaru, ka qenë ky afati prej 30 ditësh, pra që i referohet fillimit ose mbajtjes së seancës konstituive të Kuvendit, pra ka pas interpretime ndryshme nëse mjafton që seanca të fillojë brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes së rezultateve përfundimtare, apo do të konstituohet Kuvendi brenda këtij afati. Dhe ne kemi pas një interpretim gjykatës në këtë vendim, pra që thotë që në fakt ky afat i referohet konstituimit të plotë të Kuvendit, pra çdo afat përtej 30 ditëshit është jo kushtetues dhe përbën shkelje kushtetuese. Për diçka tjetër ose për pjesë tjera që janë kontestuese nuk mendoj që gjykata kushtetuese mund të ofrojë diçka të re, për shkak se gjykata kushtetuese bën interpretimin e kushtetutës dhe frymës kushtetuese, por nuk e rishkruan kushtetutën. Dhe ne kemi disa mangësi, kisha më thonë ndoshta në kuptimin procedural, për shkak se në demokraci shumë rregulla dhe shumë norma janë të përbrendësuara në sistem, jo domosdoshmërisht janë të shkruar në mënyrë eksplicite, pra themelimi i institucioneve shumë e qartë. Nëse partia fituese e ka një detyrë, atëherë ajo vjen edhe me përgjegjësi, pra nuk është vetëm privilegj, dhe nuk kuptohet që do ta ushtrojnë detyrën e tyre, por një gjë e tillë pritet edhe nga partitë e tjera. Për shembull, ta zëm në Gjermani, që mbajtën zgjedhjet pak pas nesh, në fund të muajit të shkurt, me njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve, pra kemi pas një diskutim, pra një tërheqje, se ulën gjithë liderët dhe kanë filluar me diskutu se si me arrit marrëveshje. Dhe pavarësisht pozicioneve të papërshtatshme, secila parti politike e reflekton pozicionin e vet, e cila ja ka deleguar qytetari. Pra, duke qenë partia e parë, ke një pozicion tjetër, duke qenë partia e dytë, ke pozicion tjetër, duke qenë partia e tretë, ke pozicion tjetër. Kam përshtypjen se tek ne po i ngatrojnë pak. Partia e tretë ose e katërt po e luan rolin e partisë të parë ose partisë kryesore fituese zgjedhjeve. Pra nuk është detyrë e partive si me thonë, më të vogla që as nuk e kanë fituar zgjedhjet, po as nuk kanë dalë partia e dytë që kanë me udhëheq, si me thonë, me opozitën viteve të kaluara, që me tentu me imponu zgjedhjet e tyre. Qasja, si me thonë, e partive cilave partia fituesi është ofruar, qoftë për marrëveshje, qoftë për ndonjë lloj dakordimi si me të kalu situatin, ka qenë për mua e pakuptim totalisht, mbase edhe dhe një farmase ndoshta edhe e dëmshme për vetë demokracinë tonë, për shkak se kemi pas një barrikadim pozicione, pa jep mundësinë çfarë do lloj dialogimi, pa ul fare në tavolinë. E që mendoj që është diçka rrezikshme. Pra, na pushojnë vende të tjera kur ka forca ekstreme, qoftë të djathta, qoftë të majta, paktën ulen në tavolinë dhe fillojnë diskutime, ndërsa te ne kemi pas një refuzim a priori pra për me diskutuar me partinë e parë, dhe pra po them që gjitha partitë politike duhet të reflektojnë pozicionin dhe peshën e tyre politike që e kanë. Unë e di që secila partive politike do të donte që të ishte fituese zgjedhjeve, por ky është rezultati që është, dhe gjitha partitë politike duhet nuk po e lexojnë realitetin ashtu siç u përkon me votat që i kanë, apo jo? Absolutisht. Pra, nëse nuk i ke fituar zgjedhjet, atëherë detyra jote është që të përgjigjesh në mënyrë pozitive, konstruktive, çfarë do ftesë që mund të vijë nga partia e parë për ndonjë lloj bashkëpunimi, për shkak se këto bashkëpunime nuk bëhen si janë dëshiruar dhe ideale. Pra, shumica e koalicioneve bëhen për shkak se sistemi e kërkon një zgjidhje të tillë. Pra, nuk mund të qeverisë një parti e vetme, janë sisteme të ndërtuara në mënyrë të tillë që të sigurohet gjithëpërfshira, pra që mos neglizhohet ose të përjashtohet asnjë grup, janë pak më inkluzive, ma gjithëpërfshirëse, dhe si të tilla pra duhet të kemi parasysh
parasysh. Edhe po i referuam pra prasin në Gjermani. Edhe në Gjermani kemi një koalicion mes dy partive që janë të ideologjive të ndryshme, pra janë qendrës të majtë dhe qendrës djathtë, që ideologjikisht kanë shumë mos pajtime dhe ka pas pakënaqësi edhe brenda për brenda strukturave të tyre dhe brenda për brenda antarësisë së gjerë të këtyre partive politike. Megjithatë, për shkak të, si më thonë, përgjegjësisë së tyre që ata ndjejnë ndaj Republikës së tyre dhe peshës që ka pra vota e qytetarëve, ata e reflektojnë pra në raport me peshën që kanë marrë dhe marrin pozicione dhe vendime të tyre në raport me peshën që kanë marrë. Pra nëse ta zonë Partia Social-Demokrate në Gjermani ka dalë treta dhe Partia Kristian-Demokrate në koalicionin e saj ka dalë para, atëherë normalisht që i takon Partisë Kristian-Demokrate që me dërgu ftesën te partia tretë, po partisë tretë me u përgjigj te ftesa e partisë fituese të zgjedhjeve dhe me tentu me gjetë një marrëveshje. Për shkak se kjo është më e mira për, si me thonë, për funksionimin e institucioneve të tyre. Dhe është, si me thonë, është pak edhe një farë norme ose rregulli pa shkruar në këto sisteme proporcionale, që zakonisht partia fituese dhe partia tretë formojnë koalicione. Për shkak se partia e dytë që dalë në zgjedhje zakonisht llogaritet, si më thonë, si lider e opozitës dhe përveç në raste të jashtëzakonshme nuk është as e shëndetshme për demokracinë që dy partitë më të mëdha pra të kenë koalicion dhe të qeverisin së bashku. Për shkak se shkon ndëm, si më thonë, të idesë ndarjes së pushtetit, po edhe e kësaj ndarjes pushtet dhe opozitë. Megjithatë, ekzakt tek ne është pak situatë e çuditshme për shkak se asnjëra parti aktualisht nuk po dëshiron të hyjë në koalicion me vetvendosin. Tani përpos këtyre faktorëve që ti përmend, ka faktorë të tjerë të cilët i kanë kontribuar kësaj klime polarizuese, nëse mund të themi që ka vite kohëve të fundit që në vazhdimsi e kemi parë mes këtyre partive politike dhe është pritur që t'i mbajnë këto qëndrime duke parë këtë frymën e bashkëpunimit që e kanë pasur sidomos në legjislaturën e fundit dhe qeverinë e fundit. Për mu është pa precedent për çfarë do sisteme ose çfarë do si me thonë zgjedhjeve që kanë pa në vende tjera që kanë përcjell që një parti pra që nuk ka fituar zgjedhjet dhe ofrohet mundësia me u bashku qeverisë, pa refuzon a priori pa ndonjë arsye si me thonë substanciale. Tash këto arsyet në kuptim të dallimeve politike ose si me thonë diskursit të ashpër të përdorur në fushat janë krejtësisht parëndësishme në momentin kur kemi të bëjmë me themelimin e institucioneve. Argumentet që aty janë partive opozitare, këtë rast ndoshta më shumë referu lidhjes demokratike, për shkak se Partia Demokratike nuk është që në mënyrë eksplicite ka mohu çfarëdo lloj bashkëpunimi ose çfarëdo lloj mundësie për me u bashkuar në qeverisje, mirë po te çështja të rasti lidhjes demokratike, për mu është komplet e pakuptim sjellja e tyre dhe unë po e kam të vështirë dhe me kuptu se cili është rezultati që ata po dëshirojnë të arrijnë. Pra në kuptimin e peshës tyre politike, pra qytetari ka treguar se cila është pjesa tyre politike, kuptimin e opozitbërjes, pra edhe atë dihet se kush është partia që do të thëshë me opozitën në zgjedhjet në gjatë mandatit të ardhshëm. Ndërsa në kuptimin e bashkëpunimit, pra Lidhja Demokratike ka refuzuar çfarëdo mundësie qoftë me partitë që kanë dalë humbse në zgjedhjet e fundit, qoftë me partinë e parë, pra që të ketë çfarëdo lloj bashkëpunimi, dhe kjo është pak një farë ikje e përgjegjësisë që ata e kanë brenda kuvendit të Republikës. Që tregon çka? Mungesë guximi? Absolutisht, mungesë guximi për të marrë vendime të cilat jo domosdoshmërisht mund të jenë më të mira afatgjatë. Unë kam përcjell disa mbi deklarimeve të zyrtarëve të lartë të kësaj partie, të cilët kanë theksuar se vazhdimisht argumenti parsor i tyre ka qenë që çfarëdo lloj koalicioni ose çfarëdo lloj bashkëpunimi mund të dëmtonte ata politikisht në zgjedhjet e ardhshme, dhe kjo tregon shumë për mendësinë e partive politike në vendin tonë, pra që kalkulimet e tyre janë puro për përfitime elektorale, për përfitime afatshkurta dhe nuk e kanë qëllim parsor ose interes parsor, pra interesin e përgjithshëm dhe funksionimin e institucioneve. Pra, ne kur jemi me një situatë që kemi disa marrëveshje ndërkombëtare që po presin kuvend, e të cilat nuk janë ratifikuar as në legjislaturën e kaluar, por edhe tash nuk mund të ratifikohen pa një kuvend funksional dhe pasojat e cilave ne po i vujmë dhe do t'i vujmë dhe mund të humbim shumë edhe financiarisht, po edhe në kuptim të reformave gjatë viteve të ardhshme që mund të na kushtojë edhe në procesin e antarësimit në integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe kur këto parti politike pra japin çfarëdo lloj argumenti tjetër, për mua është i pakuptim, për shkak se nuk ka interes më madhur, nuk ka interes më parsor tash se me pas një kuvend funksional që i meraton këto marrëveshje, që merr përgjegjësitë
të tjera në fushën si me thonë, miratimit dhe avancimit të reformave qoftë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian apo dhe proceset e tjera, për shkak se është situatë shumë e rëndësishme edhe mos funksionimi ose mos pasja institucione funksionale për gjatë tërë vitit, unë mendoj që do të ketë pasoja shumë afatgjate dhe shumë të mëdha se sa që ne mund t'i mendojmë tash. Dhe ekzakt duke parë gjitha këto zhvillimet politike, a ka shpresë që më 26 korrik, kur është data e fundit, sipas këtij gjykimit të gjykatës kushtetuese, mund të kemi kuvend konstituar dhe pasi që ky aktgjykim nuk parasheh pasoja, a duket që do të jenë nën presion më të madh deputetët duke ditur që nuk do të kemi pasoja dhe çka mund ndodh pas 26 korrikut? A mund të përfshihen në shkelje kushtetuese apo sepse ka një situatë pa qartë pak për qytetarët? Po, e vërtet, ka një situatë pak pa qartë, për shkak se siç e thash më herët, nuk kuptohet që deputetët me privilegjin e marrën në përgjegjësinë dhe një përgjegjësi ti do ta ushtrojnë, dhe është komplet e paprecedent pra që deputetët refuzojnë me ushtru përgjegjësinë e tyre në raport me atë se çka i obligon kushtetuta dhe me atë se çka është interesi më i mirë për vendin. Unë po shpresoj shumë që brenda këtij afatit që gjykata kushtetuese tash në mënyrë eksplicite e ka vënë, do të kemi konstituim kuvendit për shkak se ka mënyra se si mund të bëhet, ka dalje, ka marrëveshje shumë lehtë që mund të arrihen, përmes cilave mund të konstituohet kuvendi. Na mos harrojmë që kryetari ose votimi i kryetarit të kuvendit është vetëm një nga pikat e procesit të konstituimit të kuvendit, pastaj kemi edhe votimin e nënkryetare, që mund të ketë prap bllokada të ngjashme për shkak se gjithë këto pozita do të votohen me shumicë të thjeshtë të deputetëve. Pika e radhës mund të jetë që është nënkryetare përsi riblokada, apo jo? Absolutisht, pra ne mund të kemi, si më thonë, ndoshta një zgjidhje, ta zëm partia e parë gjen një mbështetje për disa deputetëve individ ose ndonjë grupi parlamentar dhe arrin ta votoj kryetarin e kuvendit dhe nënkryetarin nga kjo parti pra që vjen nënkryetari i parë i kuvendit, por mund të refuzoj pastaj të votojnë nënkryetarët e tjerë dhe mund të kemi prangësh politik. Prandaj po them që për me blloku situatën, për me blloku procesin është fare e lehtë, shumë është e lehtë, për shkak se ekzistojnë këto mundësi, megjithatë nuk do duj kjo të ishte mendësia e cila mbizotron në skenën tonë politike. Na kemi pasur në kaluar për shembull nënkryetari është bërë një farë praktike parlamentare që votuan pako pikërisht përmi kësaj lloj bllokade dhe e njëjta do duhet të vazhdojë edhe tash, por duhet ke parasysh që një gjë tjetër ndoshta të aplikohet edhe në rastin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Idealja do të ishte që ne të kemi shumicë parlamentare parapakesh, por me një situatë ku nuk po arrin pra ndonjë marrëveshje, atëherë kemi dy mundësi. Pra mundësia e parë është që me bësh shkelje kushtetuese e ku janë përgjegjës të gjithë deputet, gjitha partitë politike pa dallim, dhe mundësia e dytë është që me e gjetë një mundësi, pra me votu kandidatin që propozon partia e parë dhe mandej me fillu me rrjedh afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë. E nëse nuk kemi mandej shumicë parlamentare, atëherë të paktën shkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe e dim se cili do të jetë, si më thon, rezultati i çfarë skenari mund na pres pas 26 korrikut? Zgjedhje parlamentare mbesin këta pa mandate apo si mund të çarrohet, si duhet kuptohet situata? Gjykata kushtetuese nuk e ka specifikuar për shkak se edhe kushtetuta nuk ka para pa diçka të tillë, pra çka do të ndodhë në rast se nuk konstituohet kuvendi. Pra gjykata në shpejmore thotë që në rast se dështon zgjedhja kryetarit të kuvendit nuk ka nend ose në klauzulë brenda kushtetutës që parasheh zgjedhje të jashtëzakonshme ose diçka të tillë. Unë mendoj që nëse nuk arrit konstituimi i kuvendit brenda kësaj periudhe, atëherë mund të ketë vetëm një zgjedhja do të jetë që të shkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme, e cila prap kalon përmes konstituimit të kuvendit, por ndoshta do të ketë një marrëveshje politike mbasi që do votohet një figurë për kryetar të kuvendit, nën kryetar të kuvendit dhe hapi radhës të shpërbëhet parlamentit të shkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme. Mbase nuk është zgjidhja më e mirë dhe zgjidhja ideale, por siç e thon, zgjedhjet janë gjithmonë zgjidhje në demokraci, ndoshta në këtë moment zgjidhja më e keqe e mundshme pikë këto opsioneve që i kemi, por kur kemi kaq vedi të ulë politike, kaq papërgjegjësi të lartë të gjitha partive politike, atëherë mbase edhe zgjedhjet janë zgjidhja më e mirë. Mirë, atëherë Ekzon, faleminderit shumë që ishe sot për të analizuar gjitha këto probleme dhe zhvillimet. Kënaqësi. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj bisede tani është koha për bllokun e lajmeve të botës dhe rikthehemi me zhvillime të tjera.